Shpella e plakës, sipas gojdhënave dhe që tregohen nga të vjetrit tanë, bën fjalë për një plakë e cila kishte 2 djem. Dhe jetonte në një shkëmb që është ngjitur lart rreth 400 metra mbi bujtinën Shpella e plakës. Për të siguruar jetesën, duke qenë se tereni këtu në atë kohë, duke qenë se tereni është pak i vështirë, për të siguruar jetesën, këtu përgjatë rrugës Egnatia, kalonin karavane të ndryshme tregtarësh apo njerëzish të tjerë, pasi kjo ishte vetmja mënyrë, vetmja rrugë që lidhte lindjen me perëndimin. Shpella e plakës ka 2 dritare. Njëra shikon nga ana lindore e rrugës Egnatia dhe tjetra nga ana perëndimore. Në kohën që duke parë nga dritare, djemt konstatonin që karroca apo karavan tregtarësh dhe njerëzish të tjerë që lëviznin për nevojat e tyre përgjatë kësaj rruge, ishin duke afruar nga drejtimi i dardhës apo nga xhyra, zbrisnin nga Shpella e plakës dhe i sulmonin të karavan, me qëllim për të grabitur gror, sende të tjera që mund të kishin për të siguruar jetesën e tyre. Të gjitha këto veprime sa herë ndodhin grabitjet, plaka i shikonte nga lart. Duke qenë se u kthye në një fenomen problematik, pasi të gjithë sulmoheshin në këtë zonë, një grup tregtarësh vendosën që të linin një karrocë përpara dhe në moment që të sulmoheshin, të sulmonin të 2 djemt. Në momentin që djemt të sulmuan karrocën e parë, karrocat e tjera që ishin më pas erdhën dhe i goditën dhe i vranë. Plaka të gjithë të skenën e pa nga Shpella dhe nuk e duroi dhimbjen që shkaktoi vdekja e të 2 djemve dhe u hodh nga Shpella, që nga ajo kohë ka marrë emrin Shpella e plakës.